Allahu Azza wa Jall e ka përmend në Kur'an se personat të cilët miren me ta shetame, Allahu i ka nënvlerësuar, Allahu i ka përçmuar, Allahu i ka folë si njerëz jo të mirë, Allahu i ka folë si njerëz mos i ngani ata, njerëz që nuk ju miret fjala atyre. Ki qefti me qenë një njeri që mu shenu tek Allahu Azza wa Jall, që Allahu me të lon anash. Allahu Azza wa Jall me na dhon mesazh neve se që atyre njerëzve mos ja besoni fjalën. Ke dëshirë me kojtil? Nëse ke dëshirë, atëherë miresh me ta shetëme. Po nëse s'ki qef, largohu prej ta shetameve. Tha Allahu Azza wa Jall në Kur'an: "Wala tuti' kulla halafin mahin." E para tha Allahu, mos ju bind, mos e ndëgjë, mos i beso atij që vazhdimisht veç betohet. Një fjallë ka me ta thonë, fjallën e dytë ka betim. Njën da thët një fjallë, isha në qytet, pasha Allahun isha në qytet. Pa nevoj heq. Tha Allahu qytyre mësë ju besa. Kjo është jejnë në shmuar nëse miresh me betim, pa nevoj. Jejnë në shmuar nga ona Allah të zëgjel. Ta ka ullë pozitën tënde, sa do që ti me ndonë që jem i ngritur. Vazhdan ajeti tjetër: "Hammazim masha'im binamim." Por mos ju besa as ati që miret me përgojime, mos i besa as ati që miret me thashethame, që i bardh fjallë prej shokut të shoku, prej shoqërisë të shoqëria, prej vëllezërve të vëllezërit e tjerë, prej burrit të gruaja, për me bë përçarje. As këtij tha Allah, mos i besa. E shet që një shok jyti, është një dashamiri jyti, e ka këtë tipar, betohet let, atëherë është fjala ati fillim dhe mbarem rezervë, nuk ja marrmi me njëherë. E dyta, nëse e shet që shoku jyt është veç me ta shetame miret, atëherë sado që fleta i mendon që po flet saktën te këti është fjale dëshim.